unë, prokurori i lartë Alan Tiger, Në luftë kishte 9 këndvjetëshi, por këtu në gjykatën speciale, Recep Selimi deli 4 dhe i fundit në javën e madhe të punës së këtij institucioni të Kosovës, me seli në Hag të Holandës. Krimet në pikat 1, 2... Edhe ky sikur Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi dhe Kadri Veseli u nxorr në seancën dëgjimore, e cila nuk është nisje zyrtare e gjykimit. Jam Recep Selimi, i lindur me 15 mars 1971. Gjyqtari i procedurës paraprake Nikola Giu i kërkoi deputetit kosovar që të sqarohet se cila është nënshtetësia e tij. Komuna Skanderaj, Kosovë. Pas kësaj, shepërori të ushtrisë lirimtare të Kosovës i u lexua akt akuzat që ka pika Sanovka e tij 10. Për të gjitha këto i mohën. Deklarohem që ndihem i pafajshëm për të gjitha pikat në akt akuzë. Mirë po gjyqtari francez që seancat po i merr shtruar, do nga i shepërori UÇK-s ta sqaroj se çka mendon me fjalën ndihem. Unë zakonisht i deklaroj ato çka i ndjej, por po e përsëris edhe një herë atëherë për procedurë. Unë deklarohem i pafajshëm në të gjitha pikat e akt akuzës. Në pjesën tjetër të seancës, Selimi lexoi një letër. Aty tregon se nuk e ka votuar themelimin e gjykatës speciale, por zotohet se asesi nuk punon në pengimin e punës së saj. Rolet këtu i kemi të ndara. Jemi palë të ndryshme. Por ju lutem me bëni të besoj se po ashtu qëllimi të gjithë neve këtu do të jetë drejtësia mbi të gjitha e vërteta. Ky këmbgulës së luftës së Kosovës për çlirim nga Serbia askush nuk mund t'i janë vesh petkun e krimeve. Luftën për liri e kam nisur me Adem Jasharin dhe kemi përfunduar me generalin Clark, me NATO-n. Unë sot këtu e kam për detyrë, por edhe e kam për nder të jam në anën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe aleatëve të kësaj ushtrie. Burri nga Çareva e Skënderajt, mbrojtës do ta ketë avokatin e njohur britanik David Young, i cili nuk qej pranishëm në këtë seancë dëgjimore. Një mbrojtës tjetër që ishte i pranishëm tha se do të parashtrojnë kërkesë për lirimin me kusht të klientit të tyre, sepse sipas tij s'ka asnjë shans që deputeti të ikë përballjes me drejtsinë. E dim që kemi çështje edhe me parashtrim.